Për këto informacione, natyrisht se do të presim edhe kur të dalim për të prononcuar nga Partia Demokratike e Kosovës dhe të na shpjegojnë se cilat janë hapa që ata vlerësojnë se duhet ndjekur, teksa pra e potencova se ka pasur edhe një letër të dytë të zotit Kurti drejtuar kësaj partie, kryetarit të saj zotit Hamza, ku i bën ofertë të drejt për drejt, pra tashmë të njëjtën që ja kishte ofruar Lidhjes Demokratike të Kosovës, ja ofron edhe Partisë Demokratike të Kosovës për të pasur postin e kryetarit të kuvendit, ndonse PDK-s nuk i ka ofruar edhe poste ministrore, si kishte bërë edhe me LDK-n. Po kaloj te ju, zoti Mehmeti, pra lidhur me seancën e nesërme dhe tentativat për mbajtjen e seancës të sotme. Mbetet shihet, nuk kemi një përgjigje nga lëvizja vetëvendosje, e cila është përgjigje zyrtare, përmenda një status në rrjetin social Facebook që e ka bërë zoti Hekuran Morati, i cili ishte në takime me zotin Kurti, ku çuditet sipas tij me atë që po diskutohet pse po shkohet në këtë mënyrë nga lëvizja vetëvendosje dhe nga zoti Dehari. Cilat janë shkeljet sipas jush që po i shohim? Po, Adriatik e tha edhe kryetarja, ishte gjyqtarja nderuar, respektuar se do të sonte në ora 12, domthonë s'ka dhënë afati i kushtetshmërisë saj për këtë që se mbajtjes së mbledhjes së sonte. Çdo veprim, çdo tentativë, çdo mbajtje e mbledhjes konsiderohet në 12 minuta jashtëafashme dhe çdo veprim konsiderohet nule, domthonë nuk ka efekt juridik, për shkak se mund të atakon çdo deputet, çdo grup parlamentar, i cili në gjykatë kushtetuese shumë lehtë mund të vlerëson mbajtjen e mbledhjes, çdo organizimi i brendshëm që varet, do të çdo vendimi që del ato, çdo aleancë, çdo koalicioni që mund mirret atë, çdo kryetari kuvend apo kryeminist apo presidenti nëse zgjedhet, është jashtë kushtetuese dhe jashtë e afashme, do të thotë, veprimet e tilla e nula, domthonë është e kot nëse 12 minutë mbahet mbledhja. Çdo veprim, çdo mundësi që e ka parlamenti, deputet e Republikës Kosovës, të cilët janë të certifikuar dhe të zgjedhur, do të thotë deri në ora 12 mund mbahet Çka dallon kjo herë me herën kur pra e kemi parë që nuk ishin votat për zonjën Albulena Haxhiu, pastaj edhe për disa kandidatë të tjerë të lëvizjes vetëvendosje dhe mbaheshin seancat çdo 4-8 orë. Në vazhdimsi, do të thotë. Ata kanë përdorur në vazhdimsi për arsye se e kanë pas një mundësi tillë, po tash e kanë një afat të strikt nga gjykata kushtetuese, e cila e kanë fryzuar vakumin asaj periudhe, tash nuk mund të ikë asaj çështje. Se tash ka një gjykim gjykatës kushtetuese. Gjykatë kushtetuese e përcakton 30 ditë. Më herët domthonë nuk e ka pas strikt 30 ditëshin, tash e tutje ka afat domthonë që qëllin nuk guxon të shkelet në asnjë mënyrë. Dhe ju po thoni se nesër, nëse pra siç është thirrë, mbledhet kuvendi në orën 11, votohet për bëhet kryesinë e kuvendit, ai është jashtëligjshëm. Është nul, jo, jashtëligjshëm, ose çdo deputet, i cili atakon në veprim tillë në kodat të kuvendit, kushtetuesa ka më thonë nule jashtëafashme ka qenë. Çka ndodh pastaj? Cilat janë hapat? Tash jemi në situatë shumë të vështirë soi për këtë çështje. Kosova është e përjetuar një ndër tronditjet që nga pas lufta më të mëdha, do të thënë. Sonte ku jemi të ful këtu, faktikisht na nuk kemi institucione, nuk e kemi kupullën e shtetit. Sonte nuk kemi presidentin e Republikës Kosovës, në moment që Albulena Haxhiu ka nënshkruar dhe ka dhënë betimin si deputete, automatikisht kanë pushuar funksionet e të vepruarit si ushtrues detyrës së presidentit të Republikës Kosovës. Domethënë, absolutikisht sonte nuk kemi as president, nuk kemi as kryeministër, as ushtrues detyrës të kryeministit, në moment që Albin Kurti ka nënshkruar dhe ka dhënë betimin si deputet, automatikisht i bjen të funksionori si kryeministër, si ushtrues detyre, dhe sonte nuk kemi kryetar kuvendit, vetëm si e kemi si e menaxhon kuvendin si një ndër personi më i vjetër që është deputeti zoti Dahor, do thotë. Sonte çka duhet të bërë pra ata zoti Kurti tha po nxitoj që të shkoj pas takimit që pati me zotin Argjiku, tha po nxitoj të shkoj të kthehem zyrë se kam shumë punë, duhet punuar me ministrat, pra e ka thonë gjykata supreme se nuk guxon në asnjë mënyrë në momentin me ushtru dy funksione, në kodër të institucioneve të Republikës Kosovës. Ta janë ka ushtrojnë dy funksione, i kanë uzurpuar pozitat më të larta shtetërore. Faktikisht është uzurpim. Por që është me e keqja, vendimet e gjykatës kushtetuese edhe vendimet e gjykatës supreme deri me tash nuk e kanë parapon një sankcion të tillë në këtë rast, do të thotë. Pasi që nuk po është sanksioni, pasi nuk
që nuk po është dënimi në raport, mos zbatimin aty në ventimeve, këta pe shfrytëzojnë atë vakumin. Por këtu, unë mendoj që këtu jem një situatë shumë të jashtëzakonisht keqe. Këtu unë mendoj që Prokuria Speciale, unë mendoj, duhet me kohë vëmendshme shumë këtu ditë në këtë situatë, sepse pikërisht ata ja kanë përgjegjësinë, ata ja kanë ligjin i cili mund të hetohet. Presidenti, kryeministri, deputet, ministrat të gjithë janë kategori e cila i parashë ligji që mund të hetohen. Në këtë drejtim dikush duhet me ndërmarrë me vim. Përndryshe shteti po prishet. Faktikisht na sonte s'kem shtet, s'kem institucione, s'kem ku pull shtetit. Në rast se me keqja, me bava kisonte, me na sulmu dikush një shtet fqen, po supozojmë një dron, vjen nga shteti fqen, nga shteti armik serb, ne nuk kem komandant suprem i cili jap urdhën FSK-s me dal me vepru dhe me mbrojt vendin. Nuk e di kush jap sonte urdhën në Kosovë faktikisht. Ose shkojmë shteti, shkon secili si kërë periudhën kohore të kohën 97 në Shqipëri. Përndryshe ne nuk kem komandant suprem, sepse është jashtë funksioni sonte të shteti që po flasëm këtu. S'kem president. Nuk e di kush e udhëheq shtetin sonte me ndodhë diçka në Republikën e Kosovës. Unë besoj se edhe sonte zonja Haxhiu i thot vetës ushtruese e detyrës së presidentes, i thot vetës kryetare në detyrë e kuvendit, zoti Kurti i thot vetës kryeministër. Jo, është kushtetuta e Republikës së Kosovës. Neni 72 pa pajtueshmëria, diskutuam parët me gjyqtarën, në drejtim deputeti i kuvendit të Kosovës nuk mund të mbajë ndonjë post. Në asnjë mënyrë në momentin që ja betimin, aja ka dhënë betimin, në momentin që ja ka dhënë betimin, i ka pushu funksioni ushtruesës detyrës së presidentit të Republikës së Kosovës. Në qoftë se aja se kishte dhënë betimin, aja i shmet ushtruesës detyrës, po jo më shumë se 6 muaj ditë. Në moment që ja ka dhënë aja deputeti dhe ka thonë në emër të popullit të Kosovës, në emër të qytetarëve që betohem se do të ushtroj detyrën e deputetit të pavarur dhe në interes të qytetarëve, aja nuk ka më punë në pjesën e domenit të presidentës, ushtruesës detyrës së presidentit. Faktikisht shtetin e kem sonte pa president, edhe në qoftë se siç e thash më herët, në ndonjë rast i jashtëzakonshëm, ndonjë situatë e cila na nuk mundja me imagjinu, po imagjinon armiku, edhe sulmon Kosovën sonte. Forcat e armatosura sonte, forcat e sigurisë nuk kanë komandant suprem, po përveç komandantët e rregull, që zoti Jashari, generali, nuk ka komandant dhe nuk din ka merr urdhna për me mbrojtë shtetin tonë. Sonte shteti jonë është i pambrojtur në atë aspektin e krijimit të institucioneve. Shumë qëndru indiferent, karshimi i agresionit mundshëm. Po, absolutisht. Nuk ka kush e jap urdhën sonte, por na po presim sonte që po zgjidhet në ora 12. Po njerëzit nuk e kuptojnë që jeni optimist se mund të ketë veprime dhe të zgjidhet. Ish dash në raport edhe në atë aspekt aleant edhe ish dash me ndërhy këtu dikush me bani zgjidhje tjetër. Përndryshe ne shteti po prishet. Faktikisht shteti po prishet nëse sonte s'kem shtet. A mund të themi shkurtimisht, pra nëse 2 persona janë në 3 pozita, pra ata kanë shkuar në zyrë, çka i bie kjo, grushtet institucional? Normal që ish deshtë. Për që ata thashtë edhe Prokuria Speciale duhet të aktivizohet se e ka me ligj, do me mbrojt rendin dhe kushtetues. Vetëm ata kanë diskrecionin dhe autorizimet me veprun ka shik si situata. Se faktikisht po sabotohet shteti. Faktikisht është lloj sabotimi nga një grup njerëzish. Tash pa dallim partia apo grupacione, këta e kanë marrë pozitën e 120 deputetëve, është shteti se 2 milion qytetarë janë peng e 122 deputetë të zgjedhur qytetarët. Është secili ka përgjegjësinë e vet dhe veprimet edhe dhe funksionet. Sonte ne sabotohem, sonte shteti nuk funksionon për shkak 120 deputetëve. Në emër të popullit, në emër të qytetarëve. Ata disa deputetë